rinë sërish në studio dhe nëse e shohim në plan të madh, në këtë studio kemi edhe disa instrumenta muzikor. Tani do të kem të ftuar dy të rinj të cilët luajnë muzikë me vegla shekullore. Ata janë bërë të njohur në rrjetet sociale duke performuar. Për t'i njohur më nga afër, kam kënaqësinë t'i mirëpres në studio së pari Marko Hoti. Marko, përshëndetje, mirë se vjen në Living Day, shumë kënaqësi për mua. Dhe cili është instrumenti që mba në duar? Kjo është çifteli. Çiftelia, të cilën ti ke mësuar që ti biesh çiftelis në çfarë moshe? Që nga mosha 13 vjeçare. 13 vjeç, dhe kë ke parë ti më herët që ta bënte këtë gjë? Ne kemi parë normal mjeshtrin e madh çiftelis në ushytin, të ndjerin në ushytin dhe ashtu kemi mësuar dhe ne duke rënë. Po, kjo është një gjë shumë e bukur që ju bëni, sa mirë që ka të rinj të cilët tërheqin vëmendje në rrjetet sociale sepse zotërojnë në mënyrë të shkëlqyer instrumenta siç është edhe çiftelia. Por përveç rrjeteve sociale, ju tashmë njiheni edhe në rrethe të ndryshme sepse keni dhënë edhe koncerte. Po, ne jemi pjesë e ansamblit Gurra Kurbini. Por do të flasim edhe për këtë. Të ftoj të reatohesh Marko dhe mirëpres Leonel Gjokën. Përshëndetje, mirë se vjen në Living Day, çfarë kënaqësie me çiftelie dhe tjera, po jo. Të ftoj të reatohesh dhe më tregoni pak se si lindi dashuria juaj për instrumentin së pari. Po, me kënaqësi. Unë rreth moshës 8 vjeçare, gjagja im më solli në çifteli të vogël. Po. Edhe familja jonë e kishte në traditë. Edhe me pak dal fillova nga ato meloditë e lehta. Dhe pas disa kohësh shkova në një kurs në Qendrën Kulturore të Fëmijëve të Laçit me profesor Pjetër Nimanin që e përshëndes. Dhe kemi arritur të disiplinohemi në art dhe kemi vazhduar dal me meloditë të reja, duke njohur dhe notat muzikore gjithashtu. Edhe kemi marrë pjesë në disa koncerte jashtë shtetit, brenda shtetit dhe kemi dalë shumë mirë. Mrekulli, patjetër. Faqe bardhë. Faqe bardhë dhe komentet për ju kanë qenë shumë të mira, vlerësimet gjithashtu kanë qenë shumë të mira. Si e shikonin bashkëmoshatarët tuaj këtë dëshirë tuajën për të interpretuar me çifteli? Ka disa që janë shumë të dhënë pas çiftelis, po ka dhe disa që nuk e pëlqejnë fare. Po, e çfarë thonë ata? Si ne për shembull. Nuk na pëlqen fare, thonë, nuk na intereson. Po, është për të thënë se është diçka e bukur shumë. Ka dhe nga ata që me të vërtetë na mbështesin shumë. Po. Si ju motivojnë? Na motivojnë, e pëlqejnë artin që ne bëjmë. Po. Bëhen ata kurioz, dëshirojnë të mësojnë ata një tingull? Po, kemi pasur shumë nga shoqëria jonë rreth e jonë. Ata bëhen kurioz, për shkak dhe të moshës që ne kemi normal. Ata duan ta mësojnë çiftelin, sharkin. Dhe si vendosët ju në një moment të caktuar që ato pjesët që interpretoni ti ndani edhe në rrjetet sociale? Na shtyn disa personat e afërm tonë dhe thanë pse mos ta shfaqni talentin që keni. Dhe kështu dal fillom të postojmë nga fillimet tona deri tani ku jemi këtu. Patët ju një hezitim në fillim? Menduat se do të gjykoheshit në një mënyrë të caktuar nga bashkëmoshatarët kryesisht? Jo, nuk patëm fare, se nuk ka se i vinim re shumë, kurse pritshim ato lavdrimin nga ato mjeshtrat të mëdhenj. Që ne rrethohemi nga ta, si që është profesori jonë dhe tjerë, që në fakt kanë ardhur, sepse ne si të rinj kemi mësuar çifteli, sharki, këndojmë gjithashtu, dhe është fat i madh që ne brezi ynë ta trashëgoj si çiftelin, fyllin, sharkin, këngën popullore shqiptare, që është me të vërtetë e kemi fat. Po, besoj keni dëgjuar edhe histori se kush ka interpretuar me këto instrumenta. Po, kemi dëgjuar, sigurisht. Disa prej tyre ndoshta i keni edhe të trashëguara. Ju keni ardhur me disa instrumenta. Unë do doja që ju të me prezantoni dhe të tregonit edhe historinë e tyre. Po fillojmë nga sharkia. Sharkia përbëhet fillon nga 3 tela, 5 deri në 12 tela. Akordi i saj është jo shumë i vështirë, pak Kush e ka patur këtë instrument më herët? Është instrument i ri?
Jo, shumë i vjetër, në fakt që e përdorin më shumë zona kosovare. Kosova. Dhe me kalimin e viteve ka evoluar edhe në Shqipëri. Jo, e kisha fjallën, është një instrument i ri që do të thotë është krijuar tani, se e shoh shumë të mirëmbajtur, apo është ka një historik, pra mund ta ketë patur një gjysh stërgjysh në këtë kuptim. Jo, kjo është një instrument i ri. Është i ri. Tjetra është një qifteli, kjo që qifteli e temperuar, pasi ka gati të njëjtat notat me kitarën. Ka notat e sakta, edhe kjo është një qifteli e re, gjithashtu. Kurse ky, bilbili ose në gjuhë tjetër quhet fyell. Po. Ky përdoren nga barit dikur kur dilin në çoban ose dilin me thënë, dhe ne i binin dy barit bashkë dhe këmbeni melodit së bashku. Komunikonin me njëri tjetrin në distancë në këtë mënyrë. Po. Edhe sot dikur nuk ishin kështu materiali, ishin druri. Po, tjetër. Tashti janë më të saktë në nota, edhe ato i bënin vetë, i krijonin vetë, kurse tani i krijojnë fabrikat jashtë shtetit këtu. Janë më fikse dhe ndihmojnë shumë në orkestrimet e muzikës. Në saktësinë e notave. Instrumenti... Edhe kjo është një sharkim me tretela. Është më e vogël. Po, kjo është më e vogël dhe ka një tingull më kumbues. Shumë melodios. Dhe ju në duar mbani? Qiftelin. Sa instrumenta zotroni? Në gjithsej 8 instrumenta. 8 instrumenta? Po. Mi numëro të lutem? Vazhdojnë sharki, qifteli temperuar, fyell, bilbil, prim, kitare, violin, ka qenë, daule, këto janë. Këto janë? Njësoj? Po, njësoj. Edhe këndon? Po, sigurisht. Madje ke realizuar edhe këngë? Po, edhe një këngë, kam realizuar 2 këngë. Një nga ato që në fakt është e preferuara ime, është që është dedikuar vendlindjes time. Po. Me që titullohet Kulla e Çon Mulës. Do më sjellësh një pasazh të vogël të lutem? Po. Mirë se gjej malësi e madhe, në bord kullës mi vjeqare, sot kam ardh me kango vëllazën, bajraktari po banë dazëm, te kjo kull që ka rrit burra, prej iluzionit te qunë mula, deli me ta mul delia, bajraktari pat malësia. O malësit i djal mas djalit, ma gëzor shkullën e bajraktarit, hyri gishtit sheja e vullës, në mërkulla e qunë mulës. O malësit i djal mas djalit, ma gëzor shkullën e bajraktarit, hyri gishtit sheja e vullës, në mërkulla e qunë mulës. Po sa bukur dhe sa lezet kanë kur këto këngë i interpretojnë të rinjt. I kemi mësuar këto tradita dhe dalim në skenë dhe jemi shumë krenar kur dalim në skenë me këtë gjë. Nëse do të kërkoja të më interpretonit një pjesë të shkurtër, cila do t'ishte? Do ishte melodia profesorit tonë që quhet Jehon Bjeshke. E dëgjoj me shumë kënaqësi. Jeni gati? Sigurisht. Nisi? Po. E përshëndesim edhe profesorin tuaj? Po, normal. 3, 4.
bukur, ishte një pjesë shumë e bukur edhe shumë e gëzueshme. Jeni të shkëlqyer. Shumë faleminderit. A e shihni ju veten të bëni pjesë e konkurseve të talenteve, e konkurseve muzikore? Sigurisht. Në fakt, ne kemi marrë pjesë në shumë konkurse muzikore, që janë bërë si qëtash edhe në rrethet tona, dhe jemi ndarë të kënaqur në fakt, si me veten tonë dhe me vlerësimin e publikut. E pëlqejnë, se vetë fakti se mosha jonë, sot nuk ka shumë të moshës tonë që po merren me këtë traditë. E vërtet, dhe ne kjo na bëri shumë përshtypje, e vlerësuam jashtëzakonisht për komplimenta që ka profesorë të cilët duan ta përcjellin traditën, por ka të rinj mbi të gjitha që kanë dëshirën e madhe dhe ëndrrën e madhe që në të ardhmen të jenë muzikant, por të zotërojnë instrumentat tona shekullore. Faleminderit shumë, ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Publicitet, rikthehemi sërish në studio. Suksese çuna. Shumë faleminderit.